Këtë e dina një hadith. Mirë po shiko për e sa qartë e ka përshkujt. Thot për e shembulli muslimanit është shikur shembulli hurmës, drunit, komplet. E vetëmja penë e cila ka kajt për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam është hurme. Pejgamberi alaihi salatu wasallam para se mi ja bon mimberin, e mësam se ka pas kështu mimberi si na, kjo shumë naltë. E mësam i ka pas dy shkallë. Ka i pak më naltë. Nëse djetarë ka ndonë nuk është e pëlqyrë njeri me i shumë naltë. Por se na qashtu e kina gjetit, qashtu e vazhdojna. Apo, para se me e pas qatë dy shkallë, e ka pas vesh një cungë. Një cungë e ka pas. A i cungë ju ka një i hurmës. Edhe vjen një grujet e për mësam të tja Rasulullah. S'po di për shka me bone, po e di ka do një zanat. A ban të ndreqi një dy shkallë, hip që ati kur ta mbaj shku të bënë. Për mësam ka do në një ndreqe. Edhe ja ka pruhe. Ta shkur e mor këtë dy shkallë du të me lanë trungun. Edhe me mësa me murë trungun dhe e kapi me e qafë. Tha, a tu kajtë se jam të elan. U ka më dhëngji për pejgamberin së sellem. Ja kanë një sahabët dënesën, trungun. Se që aty ka hi pejgamberin së sellem, a pas ta ju ka më dhëngji që shpomleja Rasulullah. Apo, ka ndonë djetarë, shka i në gjanë kjo? Kush përveç muslimanit e do ma shumë pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam? A më dhëngji për pejgamberin alaihi salatu wassalam? A më dhëngjesh për Zotin tanë të bareke ve teala? A më dhëngjesh ti më u taku në xhenet me njërin më të mirë që ka ekzistuar në tokës, dhe është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo andaj shiko sa qartë më ka thonë, ai çka më dhëngjehet për mua, ai çka e do sunetin tëm, ai çka kur ti thuhet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk i shlon asnjë zomë. Do thotë u kri ka thonë me zomë dhe unë nuk i dal asnjë grim skarçi, sikur që kjo pall e trung u mallëngji janë të kajtmën, kështu është edhe muslimani. Shumë e merr malli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E në këtë dunja s'kena pas fat me e pa. E lusë për Allahun që Allah në mundësë me e pa në gjennet. Po për me e pa në gjennet duhet me shku pas rrugës atina. Për me e pa në gjennet për nga mësëm duhet me ngu e Zotin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E lusë Allahun gjele gjelalu që Zotin jonë të vare kjo e tarat në i hap dyrë të mëshirës. Në mundësën Allahu mu bon djekës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ti hap Allahu gjokësat tona për të pranu Kur'anin e Allahu. Ti mbush Allahu zemrat tona me iman. Ti mbush zemrat tona Allahu me devotshmëri. Na stolis Allahu me moral. Ti ruan Allahu familjet tona, ti ruan Allahu evlatët tonë, ti ndihmon Allahu musliman kudo që janë.